Pasur një raport para disa kohëve të autoritetit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, i cili ndër të tjera thoshte që disa kilogram uranium ishin pasuruar deri në 82.7%. Do të thotë që ishin rreth 7% larg një bombe atomike. Bomba atomike duhet 90%. Dhe ideja është, sidomos në sitin bërthamor që është në Fordo, i cili ndodhet edhe 100 metra në tokë, është shumë e vështirë për Agjencinë Ndërkombëtare të ditë çfarë ndodh aty, sepse nuk se kanë pasur qasje, sidomos që pas prisjes së marrëveshjes së parë në marrëveshjes së 2015-s, po që u prish nga Donald Trump, Agjencia Ndërkombëtare nuk ka pasur qasje në sitet bërthamore. Kështu që le themi njohuritë që kanë janë shumë sifajsore dhe janë në mënyrë të tretë, thuaç nga burimet të treta. Ka shumë paqartësi nëse është afër apo jo Irani në armës bërthamore. Unë mendoj që Izraeli, i cili duke se ka njohuri terreni, le të themi për Iranin, ata mendojnë që është goxha afër. Në këtë pikë unë nuk mendoj që Izraeli do merrte pasiv të bënte këtë luftë nëse Irani nuk do ishte afër, sepse Izraeli ka 20 vjet paktën që dëgjoj unë që flet për armën bërthamore të Iranit dhe nuk ka bërë gjë në 20 vitet e fundit. Pra fakti që po e bën sot do të thotë që me shumë mundësi Irani do jetë shumë afër. Dhe gjë tjetër është logjika që tregon që një shtet që po bën energji bërthamore vetëm për çështje civile, si thuar, dhe jo luftarake, nuk ka pse bën një sit bërthamor 100 metra në tokë. Pra mund ta bëjnë në sipërfaqe. Nuk për shembull Franca prodhon energji elektrike me centrale bërthamore. Nuk ka Franca në një centralë bërthamore që është 100 metra në tokë, sepse është shumë e pastër dhe qartë atë që është duke bërë. Pra ka shumë gjëra në Iran që lënë të dyshosh. Dhe gjithashtu mendoj që kjo mund të jetë pika kryesore e informacionit që kemi për momentin, që fakti që Izraeli goditi tregon që ata më shumë si shumë afër, sepse ajo që po shohim është që Izraeli ka njohuri thuajse të jashtëzakonshme për atë që është duke ndodhur në Iran. Që lidhet gjithmonë